Shikues nderuar televizion shqiptarët e Amerikës, ju përshëndes. E kemi thënë dhe herë tjera, ky është një vit i rëndësishëm, vit i veçantë për të shqiptarët. Pasi më 4 shtator 2016, Papa i Mirë, Papa Francesku, do të bëjë celebrimin e shëntërimit të Nën Terezës. Ndonjëherë mrekullit, edhe pse janë të vogla, ato quhen mrekulli, kështu ndodh edhe sot. Të ftuarin në studio për të folur për Nën Terezën, kam biografin e saj Dom Lush Gjergji, i cili është autor i 15 librave që ka kushtuar Nën Terezës, i shumë studimeve, hulumtimeve të ndryshme, libra të cilat janë botuar rreth, do thosha, mbi 40 gjuhë të huaja të botës, dhe janë libra të lexueshme që në nivele të ndryshme i shërbejnë njerëzimit, ashtu sikurse ishte edhe Nën Tereza. Është një bisedë, do thosha, që ka shumë interes, pasi Dom Lushi ka sjell një libri i fundit të tij që ka kushtuar Nën Terezës, po ashtu ka realizuar hymnin e Nën Terezës dhe shumë intimitete tjera, veçanërisht për ata që janë të interesuar se si do të realizohet shëntërimi i saj. Dom Lushi, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për mundësi. Juve keni bërë librin e fundit kushtuar Nën Terezës. A mund na flisni pak për marrëdhënien e tij? Po, kohën e fundit jam marrë me Nën Terezën në një prizmë e cila ishte e panjohur për publikun e gjerë, dhe është periudha e heshtjes, periudha e errësirës, periudha në të cilën Nana Tereze kishte përpos gjitha vujtjeve dhe dhimbjeve që i ka pasur gjatë jetës, qysh në fëmiri, kur e humbi babën kol, qysh kur u nda përse gjalli prej nanës Drane dhe për motrës Age, qysh kur u ballafaqua me Kalkutën, me Bengalien, me Indin, pastaj me botën mbar, me një botë ma tepër të mjerimit se sa të varfris, për atë arsye ajo edhe quajtit varfërit ndër ma të varfër, u ballafaqua me gërbulën dhe botkuptimin indu, i cili mendonte dhe trajtonte gërbulën si ndëshkim apo dënim të Zotit, e me shumë çështje tjera. Nana Tereze vazhdimisht lutte Zotin, ma jep vujtjen, dhembjen, dyshimin dhe gjendjen e ateistëve, atyre që nuk besojnë në Zotin dhe jetojnë praktikisht pa Zotin, sepse për Nanën Tereze ata ishin të varfërit në kuptimin shpirtëror. Dhe pas shumë lutjeve dhe inzistimeve, Zoti si ta kishte pranuar lutjen e saj, prandaj filloi një periudhë në të cilin ajo nuk e kishte më atë shijim, atë kënaqësi, atë përjetim të mrekullueshëm që e kishte me vegimin e 3 fisht që e pati në tren, kur në vitin 1946 Zoti e thirri, apo në momente tjera të oratës, të meshës, të përshpirtërisë, të kungimit, me një fjalë, Zoti si të ishte tërhiqur. Për atë arsye u quhet koha e heshtjes së Zotit, koha e errësirës, koha e sprovave, e sfidave të ndryshme, dhe Nana Tereze e dëshmoi fuqinë e madhe të fesë dhe frymëzimin e jashtëzakonshëm të dashurisë pikërisht në këtë, se mbeti besnik. Ajo për shembull në disa momente thot, e di që më do. Pse nuk më jep spakun i shajt e vogël kur unë e di se skajshmërisht, pafundësisht ti mua më do. Dhe këtë ma shpjegoj edhe me një mënyrë, do të thoja, figurative, në stilin e anekdotës, si që fliste ajo, si që kemi ne shqiptar traditën. Më tha, të tregoj që ka ndodhi mes meje dhe Zotit. Zoti e pati një lojë me mua, si kurse nana që e ban lojën me fëmijën. Fshihet dikun, në ndonjë skut të shtëpijës, fëmiu kërkon andej këndej në momente në shtrat, në një ormar, në një skut tjetër, nuk e gjen, dhe gjithnjë më tepër rritët shqetësimi dhe nevoja për nanën. Dhe fundi fillon të qaj, dhe nana paraqitët dhe i thot, ja ku jam. Dhe dashuria qetëson fëmijën dhe përplotëson nevojat dhe kërkesat e tija. Kështu tha Nana Terezë, Zoti bëri me mua. Prandaj, në këtë libër që unë e quajta para Papës Franceskut, Shejtresha e dashurisë.
titulli Nana Terezë, Shejtresha e dashurisë. Në 40 faqe analizova pikrisht këtë periudhë dhe misticizmin e Nanës Terezës, sepse mos të harrojmë dy shejtër të shekullit 20, Shën Pio, po Patër Pio, si që quhen bota, dhe Nana Terezë janë mistikët më të mëdhejt, sepse kanë pasur vujtje si fizike, si shpirtërore. Patër Pio i ka pasur edhe stigmat, apo varret e Jezu Krishtit, dhe çdo të premte derdhej gjaku dhe s'ka pas mjek në botë që ka mund t'ja ndalin apo t'ja shërojnë gjatë premt. Ditëve tjera ishte plotësisht trupi i tij, normal si që janë edhe trupat tanë. Dhe stigmat apo varret e Jezusit i kishte saktësisht në ato pjesë, në ato gjymtyr që i ka Jezusi, në dur dhe në këmbë që kanë qenë të kushduara, në krahëror që ka qenë i shporuar, në kokë që ka qenë kurorzuar me thera. Nana Terezë gjithë këte e mbante si një lloj fshehtësie. Unë kam ditur edhe sa ishte gjallë, se ne kemi biseduar dhe s'kemi pasur tabu tema, mirë po s'kam qenë i autorizuar që ta bëj publike këtë gjë. Megjithatë, Nana Terezë buzëqeshte, ishte e gëzueshme, ishte e harreshme, dhe këtu është fuqia e fesë. Dhe këtu është frymëzimi i dashurisë. Ajo nuk është përqendruar kurrë në veten e saj, në familjen Bojaxhiu, po në kishën apo në popullin shqiptar. Ajo ka menduar, është lutur, ka jetuar dhe vepruar që botën ta bëj sa më të lumtur, që ta mund vujtjen, psimin, skamjen, vetmien, braktisjen, e shumë çka tjetër. Dhe pikrisht për këtë thoshte, smundja më e madhja nuk është kanceri, apo nuk është gërbula, por është mungesa e dashurisë. Prandaj Nana Terezë me të drejtë mendoj se e kam quajtur Shejtresha e dashurisë, sepse krejt atë çka ja kishte dhuruar Zoti asaj, ajo u bë kanali i komunikimit dhe i dhurimit të dashurisë Zotit për çdo njeri pa kurfar dallimi. Bëmlushi, në vitin 2015 juve realizuat himnin për Nën Terezën. Po, ishte një ide e cila me lindi qysh në vitin 2012, kur Kombet e Bashkuara e caktuan 5 shtatorin si ditën botërore të bamirësisë dhe të bujarisë. Dhe në dekret shkruhet për të ndëruar humanistën më të madhe të njerëzimit, Nanën Terezë. Qysh atë ditë u gëzova, pa mas kur lexova dekretin dhe kur pash se ishte një plebiscit, se askush s'kishte kundërshtuar, rrallë herë ndodhë që diçka në Kombet e Bashkuara të kaloj me një zë, ndërsa kësaj here nuk kishte kundërshtar. Dhe fillova të mendoj, çka të bëjmë ne si popull shqiptar, si kish në popullin shqiptar. Dhe ideja me erdhi duke pasur ndorë librin që pa ta realizuar qysh në vitin 1985, për 75 vjetorin e lindjes së Nanës Terezë, me titull Lule për Nanën, ku janë 178 autor shqiptar, poezi, proz, piktur, skulptur, muzik. Dhe poezin dhe librin e hapi me poezin e Nanës Terezë, Lam të mirë, të cilin ajo e shkrojti gjatë lundrimit prej Irlandës për Kalkut, saktësisht me 9 dhjetor të vitit 1928, në të cilin në mënyrën shumë figurative dhe të mrekullueshme e paraqet mallin, e paraqet ndarjen prej shkupit, prej më të dashurve, e paraqet se si ania dal nga dal largohet prej brigjeve dhe prej detit të Evropës dhe shkon drejt tokës ëndrave, apo indis legjendare, si që thot ajo. Ai tekst, ajo poezi, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë mua, por i ka pëlqyer edhe shumë të tjerëve. Për shembull, Ali Podrimja, miku im i dashur, tash i ndjer, thoshte kur kam botuar librin Poezi dhe Urat Nanës Terezë, është dashur që ne ta propozojmë Nanën Terezë për shpërblimin Nobel për letërsi,
sepse çdo fjalë e saj është një poezi, është një letërsi e jashtëzakonshme. Atëherë i tham Ali dashur, kush është i madh në të gjitha segmentet dhe Nana Tereza ishte një pasuri e paskajshme, një dhuratë e Zotit. Të kthehem në argumentit, atëherë në vitin 2014, fundi i vitit 2014, e kishmi përvjetorin e vdekjes Don Zef Ramajt, i cili e ka pagzuar Nanën Tereze dhe bam një manifestim edhe në Prishtinë edhe në Shkup. Në Shkup ishte Diana Toska pjesëmarrëse dhe i them Dian, si publiciste, si femër, si gazetare, si shqiptare nga Shkupi, thëmë duhet të bëjmë diçka. Gjatër kohës së drekës e infektova në mënyrën pozitive dhe e frymëzova. E thot, pas kemi tekste. Thëmë, kem tekstin e Nanës Tereze, pa nuk e njoh, do të jap krejt librin. Atëhere, s'kemi muzikën. Muzikën e ka bë qyshmoti Lorenzo Antoni, kushëriri i saj. E kështu me radhë, dal nga dal, e krijuam një mozaik vërtet unik, sepse teksti i Nanës Tereze, muzika e Lorenzo Antonit, rikomponimi i Tokiçit, këndimi i Inva Mulës, ndodhi diçka çka njerëzit as mund ta ndronin. Ne punuam gjatë një viti, intensivisht kontaktuam muzikantët si instrumentalista, si vokalista, ma të njohur shqiptar, kudo që janë në botë, dhe ndodhi mrekullia me 5 shtator, ishte koncerti i himnit të bamirësisë. Ashtu e kemi quajt, himni i bamirësisë, dhe jemi të partë dhe të vetmit që e bëm një gjatë të tillë, që me 5 shtator, çdo vit kremtojmë ditën e bamirësisë në nder të Nanës Tereze dhe në dobi të varfërve dhe të bamirësisë dhe kemi himnin tonë. Dhe ajo që ka ishte bukuria, rreth Nanës Tereze u bashkua populli shqiptar simbolikisht. Ishte Filharmonia e Kosovës, Filharmonia e Shqipërisë, Filharmonia e Maqedonisë. Dhe ndodhi një ngjarje që s'është përsëritur kur dhe s'ka ndodhur më parë, të 3 televizionet transmetuan drejt për drejti atë mbrëmje të mrekullueshme ku në katedralen tonë u përlotën për i gëzimit shumë njerëz, por kam dëgjuar dhe kam pasur dëshmi anë kanë botës shqiptare, atë mbrëmje s'mund të harrojmë. Dhe si vjetë, dhe ishte i Zoti që ne e ripropozuam e bam një relacion Vatikanit, sekretarisë së shtetit dhe personalisht papës. Si e kemi festuar Nanën Tereze dhe 5 shtatore. Dhe ndër tjera thamë, gjithë shqiptarët, pa kur farë dallimi të përkatësive të shteteve të ndryshme, të feve të ndryshme, të kulturave të ndryshme, si bijtë dhe bijat, ishin rreth Nanës Tereze dhe i adhuruan himnin e jetës, himnin e dashurisë, himnin e bamirësisë. Dhe Sekretaria e Shtetit në u përgjegje se atë koncert, me ndonjë modifikim të vogël që do të bëjmë ne, do të kemi natën e shejtrimit të Nanës Tereze në sallën e audiencave Pali 6, ku janë 25.000 ulse. Dhe kur bota mbar do të jetë në Romë për të marrë pjesë dhe do të transmetohet drejt për drejti edhe prej Rai Uno, që është televizioni më i përcjellur italian ndër televizionet më të përcjellura evropiane dhe botërore. Prandaj mrekullia vazhdon të jetë mrekulli dhe Nana Tereze vazhdon të jetë një mrekulli e paskajshme. Shumë faleminderit Dom Lushi, unë do t'ju pyes lidhur me thelbin e misionit të Nën Terezës, por do të bëjmë një pushim, një grup publicitar, e do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak.